Presidenti rus Vladimir Putin dëshiron që Ukraina të dorëzohet dhe kryediplomati i Gjermanisë Johan Wedpol gjatë vizitës në Kiev, teksa Rusia javët e fundit ka intensifikuar bombardimet dhe shtetit fshinj. Kjo është vizita e parë e ministrit të jashtëm gjerman Wedpol, që kur ai mori këtë postë muajin e kaluar. Në mes të bisedimeve të bllokuara për t'i dhënë fund luftës 3 vjeçare, Putin nuk po tërhiqet nga asnjë nga kërkesat e tij maksimaliste. Ai nuk dëshiron negociata, ai dëshiron kapitullim, tha Wedpol gjatë vizitës së paralajmëruar në Kiev. Liria dhe pavarësia e Ukrainës janë detyra më rëndësishme e politikës tonë të jashtme dhe të sigurisë, u tha në njoftimin e lëshuar nga Ministria e Jashtme gjermane. Rusia po llogarit në dobësimin e mbështetjes sonë dhe dëshiron pushtim dhe nënshkrim me çdo kusht, madje edhe në kurriz të mira jetë, tha ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri thirrje që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor të forcojnë mbrojtjen ajrore të Ukrainës, pasi sulmet ruse të kryera më 29 qershor përfshin qindra dron, raketa lundruese dhe balistike. Gjermania është mbështetësja më e madhe në Evropë e Ukrainës dhe e dyta në botë pas Shteteve të Bashkuara, duke i ofruar armë dhe ndihmë të tjera me qëllim që Kievi të zmbrapsë forcat ruse.